Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithëve në këtë të premte, ju uroj të keni një fundjavë të bukur edhe të keni menduar planet për të kaluar këtë fundjavë, e cila shpresojmë të jetë me diell. Në ditën e sotme do të ndalemi tek një diskutim i cili bëhet shpesh në fakt në studio televizive. Shpeshherë kemi folur për të rinj, për mënyrën se si ata komunikojnë, se si ata ndërveprojnë, përdorin internetin, pra botën digjitale, karakterizimi dhe varësia që kanë ata nga interneti. Por rrallë ose as pak nuk kemi patur të dhëna konkrete të cilat hedhin dritë pikërisht mënyrën se si kjo gjenerat, veçanërisht gjenerata Z, brezi i 97-ës dhe këtej, ndërvepron në mënyrë digjitale, si e përdor internetin, gjuhën, duke krijuar një identitet të ri. Për herë të parë është realizuar pikërisht ky studim për gjeneratën Z, e cila hedh dritë për mënyrën se si ky brez komunikon me kode, pa kode, si ndërvepron në mënyrë digjitale, se si qaset, çfarë përdor më shumë, çfarë dëshiron dhe pse të tjerët breza nuk arrin ta kuptojnë gjeneratën Z. Do të kemi në studion ton pikërisht këtë studim të parë të mbështetur dhe nga AMA për të kuptuar diçka më tepër nga ky brez. Një tjetër zhvillim, këtë herë në Ekurudh do të pasoj bisedën tonë duke folur për disa rregulla të përgjithshme që duhet të kemi ne si udhëtar kur të presim trenin në linjën Tiranë-Durrës me degëzimin në Rinas. Do të tregojmë disa detaje, cilat janë stacionet, kur pritet të përfundoj, sa do të kushtoj bileta, cilat janë informacionet që duhet të dinë qytetarët, bizneset, komunitetet, shkollat, nxënësit për përdorimin pikërisht të linjës sekurudhore Tiranë-Durrës. Do të marrim këshilla informuese nga specialistja e shoqërisë civile, e cila është në terren gjithë këtë kohë për informatën dhe fushatat informuese treni po vjen. Në kuzhinë kemi diku 3-4 receta, shkojmë t'i gatuajmë së bashku me Albanën. Ju përshëndesim tani nga kuzhina me Albanën, me mëngjesi. Kemi gati produktet. I ke këtë gjitha gati. Besoj se gati, dhe në qoftë se nuk kam gati, I shikojmë rrugës. Si në shtëpi që hap frigoriferin merr. Çfarë mund ngele diçka mund ta ato kompesimet. Masa e kam dhe moshën atyre kompesimeve që them. E kompesoj diçka tjetër. Sot jemi mëngjesin, drekën, do i mesvakt edhe darkën. Të gjitha vaktet. Nuk të plotësojmë gjithë Ne fundjavën. shohim edhe bëjmë. Duke shkuar rrugës, i veçojmë, i mënjanojmë ato vaktet, si të duam ne. Por për një mëngjes, për shembull, kemi parë kur shkojmë në ato hotelet. Ato bufet. Pa, që kemi ato proshutrat, ato sallamat, të hapura, të hapura. Edhe goja të shkon lëng. Pa i provuar ajo më. Normalisht një cilësi e mirë ty të bën që cilësia thashun, po patjetër ku e kuptojnë cilësinë e, sepse ju nuk hapni amballazhin direkt për ta provuar, por nga ngjyra që kanë. Nga ngjyra. Dhe kur është ajo ngjyra roze këndshme, do të thotë që është e freskët. Që është kontakti parë. Nëse fillon këtu mbrapa, për shembull shiko, këtu mbrapa, kur fillon dhe krijon ujë, ajo do të thotë snuk. Prandaj, unë i besoj shumë këtij produkti dhe them jam me fat që mua më besojnë këto produkte. Pra, jemi me fat që na kanë zgjedhur dhe kemi zgjedhur siç është tona, që ka një shport të tërë produktesh, shporta e familjes, sepse secili ka preferencat e veta, të proshutave, sallameve, të cilat i përdorim rëndom në jetën tonë të përditshme, duke gatuar, duke përgatitur mëngjese të shpejta dhe të shijshme, siç është ky joni sot. Ne do t'ju sjellim tani, me sa kuptova, një mëngjes të shpejtë të shijshëm me produktet tona. Për çfarë na duhet për përgatitjen e kësaj pjate? Atëherë, ja të heq pak patatet që më ziejnë. Kemi për më vonë patatet. Më duan. Dhe vendos tiganin. Nuk e dua që ta mbys edhe me vaj. E zgjedhim që mëngjeset të jenë të larmishme, të ndryshme, që mos krijojmë një lloj monotonie edhe në kuzhinë, në mënyrën se si do të konsumojmë dhe do të organizojmë regjimin tonë ushqimor, kështu që mundohuni që mëngjeset, po ashtu edhe vaktet e tjera të jenë të larmishme. Ndaj dhe jemi këtu dhe sjellim variante nga më të ndryshmet të recetave në produkte të ndryshme që janë në treg, ato që na ofron tregu ynë. Jemi vigjilent edhe si konsumator të kemi një regjim të pasur ushqimor. Dhe e dim shumë mirë të tilla siç i kemi, i kalojmë me letë membranë më pas.
Ti zgjodhe frankfurter të tymosur. Të provojmë shihen këtë herë. E kem përdorur dhe një herë tjetër këtë produkt në një gatim tjetër tave, po sot enkas kështu siç është për mëngjesin dhe pjatën e parë, do t'jetë pikërisht me aromat ekstra, me rozmarinën. Këtu dhe lëm paksa të marrin. Ato ngrohen pak, lëshojnë dhe ato figan aromat. akoma dhe më të vogël. Kastraveci është i duhur në mëngjeset tona. Pa të kemi ca ngjyra aty. Kemi vezë, kemi pomodorini, frankfurterin e tonës, mund të zgjidhni pastaj prosciutha të ndryshme, siç janë prosciutto kofshe, parizën, produktin tjetër të lukanikut fermerit, që është zgjedhja e artizanit, sipas paketimit dhe ambalazhimit, që duhet të jetë një nga prioritetet e çdo kompanie, sepse mirëmbajtja, ruajtja, ambalazhimi i çdo produkti siguron dhe garanton cilësinë dhe jetëgjatësinë e tij padyshim. Po na jep disa sinjale Tigani. Këto sfare kripën e kam lënë. Po, pas kam marrë dhe vanilje. Po, do më thëmë pas kemi dhe një ëmbëlsirë, me sa kuptojmë. Të bardhën e vnave nga e verdha, që t'ja tregojmë me detaje dhe zonjave. Si që kemi të tilla. Kam thënë që... Ato sot mundohemi do pas kemi mëngjes të bukur. Që duhet ishte në fakt mëngjesi? A thash... Receta e parë. Si... Mëngjes i bukur. Në hotele. Thjesht i vendos. Nuk është për sot gjë ajo figura që kryova aty. Sepse mua nuk më duhet asgjë edhe sipër fare. Më duhet aroma e rozmarinës, yndyra të jetë shumë e pakt, pra të jenë si në avull paksa. Nuk më duhet të kthej as kremviçet fare, të jenë të tilla, pra një pjesë ta kenë, pjesa të vrasin atë ftohtësinë. Po. Kur thonë për shembull një aktor, një avokat, një notar, duhet të jenë të ftohtë që askush mos i kuptojë në mimikat e fytyrës. Ashtu sikur se edhe kremviçet sot unë i dua të jenë të ftohta, poshtë të kenë shtratin e tyre të jenë pak të pjekura, të ardhura në terezinë e tyre dhe sipër asgjë tjetër. Më pas ne siç janë, ashtu jo fare, nuk i tundim. Ndihet aroma e theksuar e rozmarinës dhe vë patatet. Patatet janë për recetën tjetër apo? Okej. Janë për recetën tjetër. Të vazhdojnë të zihen. Tani dua që të më hapësh prosciutat. Ja, po hapim këtë parizën. Tregojmë disa mënyra se si mund të organizojmë mëngjeset. Dijen që kastravecave për të dhënë këtë formën e këndshme, vetëm hap, të lunë. U japim formën sa janë që kanë lagështire. Në momentin që thahen, duan dhe bëhen me onde, si ondet e Nikit. Sa ti pas ke drejt. Kemi patur kohë të kohë me ondet. Tani dihet që të merr pak kohë kurimi edhe gjithçka që i vendoset pjatës për të dekoruar edhe për të tërhequr vëmendjen e familjarëve të klientit në rastet që Albana përmendi. Kështu që edhe estetika edhe bukuria e pjatës është një element shumë i domosdoshëm që ndikon edhe te shija, po edhe tek afrimi për personat që janë kështu meraklinj. Po kush nuk e do ushqimin, më thuaj, kush nuk e do ushqimin? Pra i vëmë të tilla që të kenë atë formën
si trëndafil, Po. si petaret e trëndafilit, më sakt. Ka dhe një ngjyrë rozë të bukur. Tash, cilësi nëse ju doni, ta shikoni, Cilësore. është ngjyra. Marr nga tjetri. Kofshe, prosciutto kofshe. Më dohet të bëj kështu një hapje Si të duash praktike ti të bëje. shpejt. Si të duash ti mos e vrit mendjen se të gjitha do kalojnë te stomaku. Me feta. Opa. Me but, pjesa e prosciutës së parë, është më e lehtë. Pjesa e prosciutës tjetër, me feta, është prosciutto kofshe e tymosur, pra ka një proces më të avancuar, më përpara se sa prosciuta e parë, dhe ne do të përgatisim një talier tani për në formën e një antipaste, ose pastaj edhe mëngjeset patjetër. Ja, nesër është e shtunë. Po pse nuk mund t'ja dedikojmë familjes në e shtuna jonë me tonat? Kjo është. Ca pite, ca Atëherë, antipasta, tjetër. Sigurisht që kjo është Një shpejt, një një ide, gjë një shpejt. gjë shpejt, nuk është se ju kushton shumë. Ne po e zbukurojmë, po ta sjellim anvisave, po ja u sjellim bukur për të dhënë një ide, se si mund të organizohemi në fundjavë, kur ftojmë edhe të afërm apo miq, kur Edhe pak mblidhemi më prosciutto. shumë veta. Pa hapet edhe këtë tjetër? Ja. Besoj se janë mjaftueshëm për edhe pak tjetër. Atëherë, unë i rash më për shkurt. E dini ju që Edhe po të të djathtë duam kemi ne, gaton ato paketime dyshe po që duam janë ne me të djathtë. mbajmë produktet, fruktoz. i vendosim në ngrirje, unë i kam vendosur në ngrirje. Po. Sidomos kur e Ja, hapim të një produkt repartuar. dhe nuk kemi ndërmend që nesër pas nesër të vazhdojmë ta konsumojmë, do të mundohemi që ta ruajmë, që të ruaj të gjitha vlerat, edhe të mos prishen, sepse janë produkte të cilat kanë një datë të caktuar, por janë delikate edhe duhet të kujdesem mjaftueshëm për t'i ruajtur ato, si djathi, si prosciutat. Atëherë, fillojmë edhe sërish. Do fillojmë nga një shije më e butë, siç është pariza, pastaj do kalojmë tek prosciuta e kofshës e tymosura dhe sigurisht frankfurteri që po i tymosur është, por i dham një aromë ndryshe në pak vaj, e shoqëruar me pak vezën aty, me pomodorinin dhe me rozmarinën. Pra mbajnë radhën e njëra tjetrës. Po. Sërish një resht tjetër për të vazhduar me Radhë, një stikadent për shembull. po, që mund të mbahet, se tani ato janë edhe kanë edhe atë Do gjej radhën e tyre. elasticitetin. Do gjej radhën e tyre derisa këtë voshkën derisa të jenë Ja, të hap një të madhe. atëherë. Shumë mirë. Përsëri nëse na duhen, kemi edhe ka stravecat. Një stikadent rreshtin e tjetër, e dytë. bëre ku e bëre punën tamam. Po. Merri edhe këto të dyja. Ja, një duhet. Do shtojmë tani në të edhe Tani ja ti largoj pak sa, që unë të kem një terren. Unë po të regom dhe esnafe, një tryez plot e për plot, kështu ndjellse tërheqëse.
E kemi bërë për merakun ton, për shqipin ton, se nuk kemi patur ndonjëherë dhe konë dispozicion për ta sjellë siç duhet. Tani sollëm këtë produktin e artizanit, zgjedhja artizanit, Lukanik Fermeri. Sigurisht që cilësia dhe lënda, përzgjedhja e lëndës së parë është prioritet në kompaninë tona për të sjellë produktet, kombinimin e erëzave mjaft cilësore të cilësisë premium për të sjellë vetëm dhe të garantuar shijen, por mbi të gjitha që konsumatori të jetë besnike dhe të marrë një produkt të duhur cilësor të garantuar brenda të gjitha strategjive të ofruara. Tani, bëjmë edhe rreshtin e fundit, sepse do ta kurojmë akoma më tepër pjatën, por për momentin duhet të shkëputemi për pak dhe ne sistemojmë pak rumujën në tryezë dhe të rikthehemi pas shkëputjes së radhës për mesazhin e radhës promocional dhe vjen tani Prostatol me ofertën e ditës së sotme. Mirë se rikthyet, vazhdojmë tani me recetën e dytë. Do të përgatisim një recetë që shumë familje e duan, e kam për zemër këtë recetë. Kështu që Albana le të na tregoj tani disa momente se si duhet të përgatitemi për të patur një shije ndryshe me pulën. Çfarë na duhet për përgatitjen e pulës? A bëjmë atë pilafin? Riz, pilaf të shishëm, të shkrifët. Do ta bëjmë pilafin në furr. Ta bëjmë në furr. Thjesht pilaf, tamam siç e theksoj. Pilaf me pulë në furr. Po, se pulë me pilaf në furr. Sepse pule pilaf e pulin, soj veza bri pulën, pula bri vezën, tani unë ku e di, shumë e gjatë ajo. Po jo, e kanë gjetur atë, kanë dhënë atë përgjigje. E kanë gjetur, shqetëtarët. Po tani të shikojmë mirë produkte, se nes na intereson fare kjo pjesë, ne ta intereson çfarë shije do të marrë në fund pilafi, më të mirë. Tav me pulë dhe oriz në furr ose pulë me pilaf, si të doni ju vendoseni, mjafton që të jetë një oriz i mirë, një pulë e freskët, një qep e thatë, 2-3 luggjelle gjalp, krip, piper, koper e freskët. Ne kemi përzgjedhur nga Skoti, nga linja jonë fantastike e orizit, e të gjitha llojeve në fakt të orizit, nga Skoti, që kemi aty në raftin tonë dhe na ndihmon shumë mirë, na doli kjo kështu. Për të gatuar lloje recetash të ndryshme, sot kemi zgjedhur karnarolin. Do të përgatisim me Scott karnarolin, pulën ton me pilaf, do ta vendosim në furr. Është një oriz i cilësisë premium, që tek paketimi, ambalazhimi, përzgjedhja e orizit, siç u kemi treguar disa sekrete nga përdorimet dhe aromat apo arsyet sepse njerëzit zgjedhin dhe preferojnë orizin Scotti, është pikërisht sepse ky oriz merret nëpër zonat që e kanë për tradit kultivimin e orizit. Dhe Teuta është ajo që prej 30 vitesh importon dhe sjell në vendin ton produkte të cilësisë së lartë, markat më të njohura, më të mira për të mbushur atë shportën e ushqimit dhe ushqimeve të çdo familje ton me shëndet të mirë, me shumëllojshmëri, duke patur parasysh që është një kompani që ka sjell mbi 1000 dhe ka dhe tregton 1000 produkte, prej 30 vitesh importon, ambalazhon dhe shpërndan produkte të shportës, kështu që jemi krenarë që kemi Teutën bashkëudhëtare në kuzhinën tonë për të provuar dhe testuar shije të larmishme. Pula e freskët, kemi munduar të zgjedhim një pulë të mirë, disa pjesë të saj, pjesën tjetër besoj Albana ka menduar për ditët në vazhdim, se bëhet edhe pak ekonomi me blerjet me produktet. Është e domosdoshme. Varet për sa persona gatuani ju. Po. Më duhet pak lëkura e pulës, pra të gjitha i kam të marinuara mirë me krip, pak lëkura e pulës. Po. Një masazhim i mirë i pjesëve prap një lëkurë pule. E vendosim me gjithë lëkurën sepse kemi thënë që do ta përdorim, do ta mbajmë në gatim lëkurën e pulës. Pastaj në konsumim, kur t'jetë pjekur apo zirë, është zgjedhje individuale, sipas shijeve, gjendjeve të trupit. Patjetër që pastaj largojmë. Dhe ku jam mirë me krip e kam, e kemi thënë që pjesë
çfarë duam të pasojmë nga pula, nga peshku, e mira të mirave është që të kemi kripën. Çdo bakterie i themi go, go, go. E thanë, go, dhe bën dhe një eksfolim shumë të mirë. Një eksfolim shumë të mirë, çdo sipërfaqe dhe nga shpërsia që vetë kripa ka, por dhe duke e tharë dhe mire bërë tek soba, se duhet dhe qikë përsyrin e keq ati te vatra. Pa do t'japim një skuqje të lehtë, mishit të pulës, për rajonin e Lombardis, apo të Piemontes, ku Skoti është i famshëm për të kultivuar dhe për të sjellë ato kokrat e pastra, për që japi një tekstur fantastike, jo vetëm pilafit të zakonshëm, por rizoton njerë e qanë ky lloj orizi. Kështu që provoni me Skotin Carnaroli nëse do të gatuani sot atë rizoton e preferuar, apo pilafin, ndërsa për variantet e tjera të Skotit do t'ju tregojmë në ditët në vijim receta dhe padyshim informacione që të dim se çfarë është ky produkt, nga e ka origjinën ky produkt. Është 100% italian si produkt, siç e thash, nga 2 rajonet e famshme ku përzgjidhen kokrat me shumë kujdes për të prodhuar dhe sjell pastaj te konsumatorët, pikërisht jo vetëm shihem, po mbi të gjitha cilësinë premium. Dhe këtë na garanton Teuta duke na sjell Skotin edhe në shtëpinë tonë. Pra, unë e di shumë, ndjes. Vazhdo. Unë e di shumë mirë që disa nga ju do thonë, dëgjoj, po lëkura e pulës hiqet, nuk vendoset. Sikurse ka receta të veçanta për këtë dhe normalisht pjesa e punës kuzhinës është aq e madhe dhe aq e pafund sa edhe pa e kufit. Sikurse edhe këmbët e pulës gatuan shumë. A e di se sa kuintal gatuan në restorante në kuzhinën aziatike me këmbët e pulës? E nuk është se kemi ndoshta të njohur si... Po sepse ne se kemi provuar si shije, se pa tjetër, pra ne kemi zorët, ne kemi këmbët, ne kemi të brendshmet. Pra, e njëjta gjë është edhe me këmbët e pulës, siç janë fyet edhe kockat e baktis. Po, e drejtë. Pra, përse e them këtë? E sqaroj për punën e lëkurës. Tani, unë lëkurën nuk e dua më. Sepse më dha atë shihen dhe lëshoj... Shihen tek... Dërsa, për informacion që ne kemi thënë her pas here faktikisht, këtë informacion për sa i takon lëkurës së pulës, përse e lëmë ne në gatim, sidomos në zjerje faktikisht, jo më shumë në pjekje, por në zjerje kur bëjmë atë supën, pula e do lëkurën, sepse aty te lëkura ndodhet antibiotiku që themi ne supa me pulës na ngrën nga krevati kur jemi sëmur. Po, sepse përveç nutrientëve dhe elementëve të tjerë që përmban tek mishi, tek kockat, edhe në pjesë të ndryshme të pulës, edhe tek lëkura, kemi mësuar që ndodhet pikërisht antibiotiku që bën punën nga zjerja, sidomos kur pula është rritur në natyrë, po flasim gjithmonë në kushtet ideale, e pa sforcuar, e pa ngarkuar me antibiotik ekstra, po me ilaçe. Tek yndyra e pulës, unë shtoj qepën me pak krip. Normalisht që yndyra ka krip sepse është marrë nga pula e marinuar. Do të shtoj pak ujë. Sa e kishte Niki masën orizi? Po gjithmonë pilafin e dim, 1:2. Sepse 1:2, ka 1:2.5, nëse ne do marrim të verdhin, është 1:2.5. Që është orizizi, për shembull shpeshherë thuhet 25 minuta, po absolutisht jo, kërkon 45 minuta që ne të kemi një oriz të ngrënshëm. Parametrat janë gjithmonë merren disa parametra stabil që luan me minus plus 5. Siç bëjmë për shembull brumin te byreku? Po. Që themi 400 deri në 450 gram miell, të tilla janë dhe standardet ushqimore. Tani ta lëm pak qepën, të vazhdojmë me punën e saj të zbutet, të kthehet në një trajt më kremoze, me një ngjyrë më transparente, dhe do të shkëputemi për reklamat e radhës dhe vazhdojmë recetën me njëherë pas tyre. Ju presim, mos u largoni nga ekrani ynë.
Kurse u rikthyet në rrezën tonë, pikërisht në kuzhinë po vazhdojmë të gatuajmë me Albanën, ndjejmë këto aromat e mira të skuqjes së pulës, pra akoma ende nuk kemi ndjer aromën më kryesore dominuese që të ketë kjo recetë, siç vjen nga orizi, nga Scotti Carnaroli. Albana po më thoshte, pse nuk morëm atë arborium, pse nuk morëm atë Sant'Andrea tjetër. Se janë disa variante që Scotti na jep në dispozicion, po pse jo? Këtë kishim qef sot, edhe pse është edhe për risotto kryesisht shumë më mirë, po çfarë dallon Scottin, po diskutonim një elegancë, elegancë teksturë italiane tani, cilësia premium, zakonisht vinë për këto kutit paketuara, me një dizajn shumë elegante dhe tipik të një cilësie premium, ku brenda patjetër që ka një paketim të dytë, një ambalazhim të dytë, se kjo është shumë e rëndësishme, një ambalazhim kështu në vakum, hermetik, në mënyrë që paketimi në vakum unë di që bëhet zakonisht për të ruajtur, për të mbrojtur e para produktin nga lagështia, nga drita, nga ajri, por mbi të gjitha për të mbrojtur, ruajtur strukturën e kokrave të orizit dhe aromën e tij. Pra, ky paketimi në vakum është shumë domosdoshëm për të besuar dhe për t'u qasur një shije dhe një cilësie të këtyre kokrave. Përveç se zgjidhen me shumë kujdes dhe investohen tek fermerët në zonat, siç e thash, Lombardi, Piemonte, ku kultivohet ky lloj orizi, po mbi të gjitha ka të bëjë shumë patjetër jo vetëm cilësia e kokrave, por edhe ambalazhimi dhe ruajtja. Në këtë mënyrë, nëse ne nuk do ta përdorim të gjithë thasinë e orizit, kemi mundësi që sërish në kutinë prej kartoni, që është dhe në mbrojtje të mjedisit, sepse është e riciklueshme, mund ta vendosim përsëri në dollap dhe e gatuajmë herën tjetër kur Albanës t'i lindi kreativiteti dhe frymëzimi për receta edhe jashtë skenarit. Për shembull, në gjendje lufte, asnjëherë nuk thonë për shkak që duhet të merrni ushqime që të jenë të konservuara, por ushqime në vakum. Sepse ruhet gjithmonë për një kohë më të gjatë, e mbron atë nga lagështia. Është më naturale, ka të gjithë, është si e freskët. E vërtet. Atëherë, unë masa këtu është 1-2, do të marrë. Më pëlqen kjo ASMR-ja që bëhet tani kur shlirohet vakumi. E dëgjoni ju? Afrohet? Kjo siguron atë e para cilësim. Të bëjmë çik më thonë atë që ti. Ja, për këtë cilësi kokre bëhet fjalë, kokre pastër, si perl. E bardhë, është si perl. E bollshme, tamam. Për të qëndruar e shkrifruar në gatim dhe për të dominuar aroma dhe struktura e cila qëndron nga fillimi deri në fund të gatimit e njëjtë. Kjo është e rëndësishme. A e dini ju se çdo lloj orizi që ne gatuajmë, për shembull, ne kërkojmë që ta shplajmë dhe më pas ta spërkasim me limon. Kurse ky lloj orizi që është për risotto dhe del shumë mirë, prandaj zgjodhat për risotto, nuk kërkon as shplarje, as spërkatje me lëm limoni, se është mamma mia! Pra atë teksturë direkt duam tek risotto. Ja, opa, një gotë e plot. Dhe normalisht do dua 4 gota plus me ujë. 4 gota plus. I jap një kaurdisje që të më lëshoj aromën, a? Kjo është arsyeja. Dhe me gjysmën tjetër e vendosim tek kutia e vet e kartonit, duke e mbyllur pjesën e sipërme dhe ja, e ruajmë për gatimet e tjera. Kaq ishte. Pra, japim një kaurdisje të lehtë, ndërkohë, pse jo të pyesim edhe zonjat tona se çfarë kanë vendosur ose çfarë kanë gatuar, çfarë kanë përgatitur në ditën e sotme në drekën e tyre. Numrin e keni në ekran, na ka marrmallit ju dëgjojmë, kështu që ju presim të na telefononi, të na sugjeroni receta, sepse ne punojmë me një javë plus. Si e ti? Atë plusin tënd plas. Atë gota plas. Kështu që na sugjeroni çfarë dëshironi që javën tjetër Albana të gatuaj në rreze, o t'i marrim parasysh. Sikundër Albana ka marrë parasysh shumë
telefonues edhe mesazh shkrues, sepse ne ju lexojmë shumë kur na shkruani edhe në rrjetet tona sociale. Madje ju falenderojmë. Dhe një kërkesë e një zonje që donte të gatuante palaçinkat e Korçës, patjetër që do t'ja sjellim një ditë. Patjetër nga java. E përshëndesim shumë zonjën Drita. Bile zonjës Drita do t'i bëj një surprizë me që janë edhe pashkët, me ato palaçinkat, jo kështu palaçinkat të thata, po palaçinka plot ngjyrë. Sikur si luajmë ato vezët, dhe ato palaçinka do t'jenë si trëndafil. Këtë jo premtoj këtë. Hajde, shiko. Kemi javën përpara. Dhe secila prej jush, patjetër që erdhi telefonata e parë, dhe gatuajmë së bashku dhe shkon perfekt kjo ora e parë. Përshëndetje. Mirëmëngjes. U kapa. Na kape, ha? Mirë se erdhe. Je e para për telefonatat e sotme? E para. Më kishte marrë malli. Edhe ne për ju shumë. Gjeta, ju lumpshin duart me atana. E ulem tu për para sa mbaron ti. Edhe të shikoj sy. Pastaj bëj punën. Edhe ti e ke krijuar një kështu rutinë. Hajt më. Faleminderit, shumë faleminderit. Ç'a ke gatuar sot për drek? Ç'a ke menduar të gatuash? Sot pilaf me pul. Wow, po kjo është telepati? Është e rastësishme apo na ndoqë edhe thea se po bëj dhe unë pilaf me pul, apo e ke përgatitur më përpara? E kisha hequr më përpara. Kishe hequr, kishte zjerë, të bëf të mirë, e di dhe jam shumë e sigurt që e ke qarë. Po, që të dali shumë e mirë. Ne di jam, më njojte. Ju bëj, po, zëri yt, më pyet një anvis që nuk të njeh, sa shpesh na ndjek dhe na telefonon dhe të falenderojmë. Të falenderojmë shumë. Falenderit, ju pus fort. Edhe ne, dhe një fundjavë të këndshme. Shumë të mira. Të falenderojmë shumë. Ja, një koincidencë e bukur, pul me pilaf, është tradit në familjet tona të gatuhet fundjavave zakonisht, si që është bërë pul me pilaf ose pul me patate, tradit e hershme. 2. Po matim qik raportin. Të re. Me sy kam hedhur 4, shiko? Një përzierje të lehtë, nuk do të gatuaj më, thjesht që e pa donë të gatim, derisa të tretet e të marrë atë ngjyrën bjondin. Po të artë edhe... Këtu? Direkt tani? Direkt do të ashtoj. Po të duam i vendosim kopër, nëse nuk duam nuk e vendosim, unë them kësaj pulës, mja merë shien kopër. E merë, pa tjetër. Po e vërtet, si kur dalim pa nga jo tradita që kemi në mëndje. Lëvozhgën e baharit, që unë e vendos pak shu si me... Do të lëm tani në furrë, të vazhdoj të përthithet pjesa e ujit, të zjej orizi, të zjej pula dhe të shijojmë deri në fund me... E marë, do ta marë ta kem për fare, vajze vogël, lozonjare. Hajde, vajze vogël, lozonjare, vendose këtu në furrë të piqet. Opa, iku dhe kjo. Iku dhe kjo. Kemi një recet tjetër, shpejtë. Kalojmë tek receta tjetër, te cila konkretisht të vazhdojmë... Me patate. Tavë me patate. Te tava me patate dhe me perime të tjera, një tavë ndryshe, e sjellim së bashku me 5 patate të vogla, të cilat i kemi zjerë, një qep duhet për këtë recet, 100 gram spinaq, 100 gram salam, 200 ml pana, 3 vezë, 100 gram djath. E ndjekim tani hap pas hapi si do të realizohet kjo recet. Marë. Patatit janë qëruar dhe janë vendosur për të zjerë. Marë një gotë. Tavën? Një tavë të rumbullakët, e lujem pak me vaj.
Pra, baza, me sa kuptojmë, do t'jetë në tavën e lyer me pak yndyrë, baza me patate të zjera, të shtypura. E tha, sa kollaj. Se do lodheni nuk ka. Thjesht, kuzhina do fantazi, asgjë tjetër. Me gotën. Në shtyp në cilë pak ujë, se ajo pjesa e patateve ngjit. Dhe i themi mirëmëngjes zonjës që ka telefonuar, apo zotëriut. Përshëndetje. 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 Mirëmëngjesi. Nga po na telefononi? Mirëmëngjesi. Nga Fieri. Nga Fieri, mirë se erdhët. Nga Fieri. Kënaqësi që bisedojmë së bashku. Ishte duke na ndjekur. Kënaqësi dhe për neve. Albana neve na kujton se sa do gatuaj për drek. Faleminderit. Jo ndes një kështu llamp të vogël. Ju frymëzon. Sepse unë kam nga djella e djeshme që bëra spinaq me punë. Edhe sot do ta konversoj një çik, do shkojmë dhe pilatin në furrë. Bukur. Shumë bukur. Një riciklim edhe një Kështu që rinovim. Po, Albana na ndihmon shumë. Faleminderit. Ky është qëllimi kryesor. Nëse ja kemi arritur deri këtu, kemi bërë diçka. Ditë të mbarë. Të falenderojmë dhe të urojmë ditë të mbarë. Gjithashtu faleminderit që na telefonove. Kalofshi bukur. Tani të ndalemi pak tek tava. Ju vazhdoni të na ndiqni dhe të na telefononi, ju mirëpresim, të na sugjeroni receta, çfarë po gatuani, pra një kombinim i një gatimi të mbetur dhe më pastaj për ta freskuar pak atë, i shtojmë edhe një gatim ekstra. Bukur fort. Përgatitëm tani patatet, i vendosëm këtu tek tava, ndiqeni pak me vëmendje. Shtoj vaj poshtë, vaj sipër Për të pures. mbajtur. Mund të keni dhe patatet e vogla baby. Siç i keni të zjera bashkë me lëkurën, i shtypni të tilla. Qepa. Të grirë ose të prerë qepën si për salat, Po. e vendosim pas vajt. Pra patatet, shpërkasim me vaj, vendosim tani qepën, është radha e spinaqit. E si një tosht shumë me shtrejtë të kripur, me bazë patate, pra që s'kemi të bëjmë me brumin sot. Dua që shija i qepës së ngelet. Niki, aty ku jetë lutem, më merr dhe pak susamin. Po. Në fund fare do ta spërkasim spinaqi. Pra, po thuaj se kemi një spinaq sote. I jep shije. Nuk e vë të pjekur, sepse po kalon në proces termik. Çfarë kalon në proces termik? E marrim që të jetë i pa pjekur. Thjesht sa ja marr mend pak. E përhapim edhe qepën gjithandej, pra të zërë gjithë sipërfaqen e patates. Marrim proshut, Zgjodhem këtë gjithë proshutën e masën që kofshës, unë kam. proshutën e tymosur, edhe për vetë faktin që jep një lloj tekstura arome ndryshe, po edhe shkon me patate, pse jo. Dhe ja gati, as një minut nuk ju desh spinaqit për të zbutur. ja, jo me luk, jo
shtypje me tillë. Jepini dashuri çdo produkti. Sa i përkushtoni, aq do t'ju përkushtohet edhe... Si që kemi thënë, është produkti kryesor për kushtimi dhe dashuria me të cilin apo pasioni me të cilin e gatuajmë. Sikur të marrësh 2 persona, për shembull, Albana, që gatuaj të njëjtën recetë, të njëjtat produkte, shije do dalin ndryshe. Të njëjtat mjete. Do thush ti dora është ndryshe, patjetër që dora ndryshe, por edhe energjia që ti jep gatimit, pra nëse një person ka ato energjinë për kushtimin, dashurinë dhe pasionin për ta gatuar këtë recetë, dhe një tjetër që i gatuan kështu shpejt me rihidhi pa atë për kushtimin e duhur, di ti që të dyja kanë shije komplet ndryshe. Ai që i shton avash, do thotë që ka pasigurinë vetvete. Jo avash, thash për kushtimin, për pasionin dhe energjinë e mirë. Pra ti thjesht duhet të dish jo të shpejtësia, s'ka lidhje me shpejtësinë. Edhe unë, këtë do them. Gjë e parë fare duhet të dish të ndash produktet. Dhe më pas ti atë e mbaron për 5 minuta. Po nëse ti ato produktet i ke një këtu, një atje, normalisht ta kapësh avash, sepse qëndron pasiguria që ti nuk ke produktin. Me dëshirë kam fjalën, siç e gatuan një recetë nga fillimi deri në fund. Unë tani e bëj me dëshirë, se i kam gjitha përpara. Po, se kam me ty me jo. E kam me ca prapa meje. E kuptova. Atëherë marr 3 vezë. Super të freskëta, them të drejtën, shiko. Kjo e verdha e vezës që të vjen keq që ta... Një përzierje, pam. Edhe një tjetër, është në varësi të vezës që ju përdorni. Duhet jetë kjo e verdha ose e kuqja që themi ne, që duhet jetë e freskët. Po, një krem e spinaq. Pastaj më thonë mua që Albana edhe çika çkavall, dhe azi tjetër bëhet kjo. Një peshës time. Një super tavë. Pra tek tigani qashtuam, shtuam spinaqin, pak kos e sukarizuam panën, nëse nuk kemi pana vendosim kos, pa asnjë lloj problemi, shtojmë vezët, dhe djathin. Kam bëritur dhe telefonata, ndoshta jemi drejt fundit, e mirëpresim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju dëgjojmë, nga po telefononi? Nga Tirana. Nga Tirana, po na ndiqnit. Po, pa tjetër. Faleminderit. Mëngjes të punë kemi ne. Faleminderit shumë. Unë ndjekim juve. Shumë faleminderit, e vlerësojmë shumë. Shqy që u kemi, zbavitemi, mësojmë na një gjë të re, pavarësisht me mos të madhe. Ju i dini? Po mësojmë edhe neve na një gjë të re. Më bëhet qefi ta dëgjoj këtë gjë. Ndërkohë më thuaj, çfarë po përgatit për drekë, ose çfarë ke menduar të gatuar sot? Unë sot për drekë ka për tavë turli me patate, me zarzavate. Me ngjyra, me vitamina, me vlera, me shije. Po. Ju bëft mirë. I shtroj rjesht të rjesht. Një rjesht me patate, një rjesht me kungull, një rjesht me partizane, me të gjitha. Aty në tavë. Sipër pastaj bëj beshamel. Dhe ja ushton sipër. Më të mirën. Perfekt. Ti të më vi për marë. Perfekt. Del fantastike shia. Ja që na frymëzove dhe ne. Na ngacmove dhe ne me këtë tavën me turli. Po. Bëhet shumë e mirë ajo. Ju bëft mirë. Sa veta jeni në familje? E ke bërë për 2 ditë apo për 1 ditë? Veta jam një tavë të vogël bëj. Një tavë të vogël, edhe qa mbetet e shfrytëzojmë për të nesërmen, si të bëjnë të gjithë. Ju bëft mirë, të keni shëndet, kalofsh një ditë të bukur. Kalofsh një bukur. Falenderojmë shumë për telefonatën, ja dhe tava jonë përfundoi, dhe ne përfunduam në fakt minutazhin për gatimet e sotme. Do zjej pula bashk me orizin, kemi mëngjesin këtu me ngjyra të shishëm edhe shumë ndjellës, edhe tavën që o ta presim të piqet. Mos harroni, në rrjetet tona sociale mund të na gjeni me fotot që do të përfundojnë dhe në kanalin tonë në YouTube Breza e Diellit. Të lumshinduar, fundjavë të bukur. Unë ju pres pas pak, do t'jemi në bisedë. Ju pres. Mirë se erdhët në Breza e Diellit. Tani është momenti që të diskutojmë temën që unë anonçova në fillim të emisionit, sepse shpeshherë në Shqipëri kemi folur për të rinj, për mënyrën se si ato ndryshojnë, se si ato komunikojnë, se si ato ndërveprojnë në mënyrë digjitale.
i qasin mendimeve të ndryshme. Por nuk kemi patur deri më sot një studim të mirëfillt për këtë brez të ri, pikërisht për gjeneratën Z. Çfarë mendon dhe si komunikon kjo gjenerat? Ky studim që është bërë nga Qendra Shqipëria Europiane me mbështetjen e AMës, e dritë pikërisht për mënyrën se si të rinjt e brezit apo të gjeneratës Z komunikojnë, janë të varur nga interneti, kanë gjuhën e tyre, po krijojnë një identitet të ri gjuhësor, kulturor, dhe çfarë po ndodh pikërisht me këtë brez që ndoshta të rinjt ose të rriturit nuk arrin t'i kuptojnë. Por mbi të gjitha, hedhim dritë edhe për studimin për herë të parë të brezave që nuk i kemi studiuar deri më sot. Jam me drejtuesin e Qendrës Shqipëria Europiane, profesor doktor Ilir Yzeiri, kënaqësi që jeni këtu në Rezën tonë për herë të parë. Faleminderit Niki, edhe për mua është kënaqësi. Edhe drejtuesi i emisionit ADN mos e harrojmë. Si lindi ideja, profesor, për krijimin e këtij studimi? Pra, nisma e parë, çfarë ju ka shtyrë për të studiuar këtë brez? Ky studim piknisjen e ka nga AMA me zonjën Armela, unë jam në kontakt me të për shkak edhe të profesionit, edhe ajo kishte idenë për të bërë diçka për gjeneratën, për gjuhën, për internetin, dhe u ra dakord pasaj që të bëheshe ky projekt. Unë konkurova me qendrën time dhe fitova këtë projekt, dhe ishte një projekt që rrinte në fakt përsëritej disa herë aty dhe nuk ishte qasur. Ne ju qasëm dhe filluam nga puna. Dua të përmend që në këtë projekt, këtë projekt që e morëm me kënaqësi shumë të madhe dhe me angazhim shumë të madh, një rol të rëndësishëm kanë luajtur disa bashkëpunëtorët e mi, ndërta është drejtuesja e Departamentit të Gjuhës në Akademinë e Shkencave Adelina Çerpja, e cila hartoi testin, dhe pastaj kolegja ime, Teuta Toska, e cila ndoqi, domethënë mori këtë test, e shpërndam në platformën Google Form, dhe pastaj realizuam disa takime në zonën e Elbasanit edhe në zonën me të rinj në zonën e Tiranës dhe të Elbasanit, duke u përgjigjur për këtij testi, dhe Teuta pastaj bëri dhe studimin në fund fare mbi bazën e të dhënave. Pra është hera e parë që ndërtohet një studim duke ju referuar përgjigjeve që kanë dhënë të rinjt, pra i ndërtuar mbi përgjigjet, jo mbi teoritë. Do të më lejosh të them diçka për studimin dhe për gjeneratat në përgjithësi. Deri tani, siç e the edhe ti, e dashur Niki, studimet për gjeneratat në Shqipëri kanë pasur karakter social ose ideologjik. Ne kemi përcaktuar gjeneratat si të lidhura me një periudhë historike, gjenerata brezi i luftës, brezi i punës, brezi i socializmit, brezi i socialistëve, brezi i kësaj, brezi i asaj, dhe në ligjërimin ton ka mbetur i shtresuar, bile ka ardhur edhe deri tek ju, brezi humbur, sepse ishte një karakterizim që, si të thuash, ishte shumë joshës për ne, dhe aq më tepër edhe me romanin e famshëm të Erich Maria Remarkut, Harku i Triumfit, një libër që u lexoheshe shumë. Brezi humbur ishte karakterizimi për atë brez i cili doli pas luftës së parë botërore, pra midis luftërave botërore, dhe karakterizon të zhgënjimin e tjere. Më vonë pasaj me futin e teknologjive, kur teknologjit e informacionit u bën pjesë e jetës së njeriut dhe filluan të lënë gjurmë në zhvillimin shoqëror, atëhere sociologët e vendeve perëndimore nisën të karakterizojnë ose të klasifikojnë brezat duke marrë parasysh zhvillimin e teknologjisë. Duke filluar me brezin e heshtur, Silent Brez, që ishte Silent Generation, që ishte brezi që doli pas luftës së dytë botërore. Pastaj vim tek boomerat, që janë, domethënë, brezi i boomerave, ku futet brezi im kryesisht, ose brezi i zoomerit, që i kapi, si të thuash, pjesa e parë, i kapi televizioni, domethënë brezi që karakterizohet ose që identifikoheshe me televizionin, dhe arritën edhe të prekin edhe internetin. Kurse gjenerata Z, me cilën ne u morëm, është gjenerata e cila përfshin 14-15 vjeçarët deri tek 25 vjeçarët, është gjenerata që lindi me internetin. Domethënë, sa filloi të kuptoj botën,
ose sa filloj që të kuptoj të tjerët, ajo kishte donte internetin dhe interneti përcaktoi dhe identitetin dhe formën e këtij brezi. Dhe prandaj është shumë me interes për të studiuar dhe për të parë. Ndaj dhe humor pikërisht ky brez. Do doja të dija cilat janë pra gjetjet më interesante që ky studim ka sjell në këtë broshurë për brezin pra për gjeneratën Z, për mënyrën se si të rinjtë e këtij brezi përdorin internetin qasen në të dhe kanë krijuar një identitet dhe një gjuhë të re. Ne këtu në fakt kemi parë ose kemi vënë re se gjenerata Z për fat të keq e ndjen veten të izoluar, të shkëputur nga të tjerët. Nuk është e përfshirë në, si të thuar, gjeratoren e madhe publike që ka vendi. Nuk interesojnë fare problemet që ka vendi. Domethënë nuk intereson fare politika, nuk intereson problemet sociale. Ata janë të mbështjellë me guackën e tyre, rinë brenda se guackës së tyre dhe problemet që ata diskutojnë më shumë me njëri tjetrin janë probleme që nuk lidhen me anën sociale të gjërave të mikëshu, por që lidhen me ata individualisht. Dhe mënyra se si ata i qasen botës është mënyra gazmore. Do me thënë, në komunikimin e tyre, për çdo gjë, si të thuash, ka një reagim, ose kur duan të diskutojnë ndonjë problem, reagimi i tyre është ironik, është me humor dhe me emoje që shprehin pikërisht këtë gjë. Dhe me kodet e tyre janë gjua code switching që përmendet në tekst, sepse jo dha një sy edhe unë tekstit që ju më referuat, përdoret termi code switching, pra edhe ndërimi mes anglishtes dhe shqipes, edhe shumë emoje që të rinjt përdorin për të dhënë mendimin e tyre, për të ngacmuar dikë, për të dhënë qase të ndryshme. Kolegja ime Teuta Toska që ka hartuar këtë studim, ka vënë re këto, për shembull që unë do t'i përcaktojë. Fragmentarizimi i komunikimit dhe identitetit vetjak është një tipar kyç i gjeneratës Z dhe kjo pasqyroi sidomos sot ajo në përdorimin e shumë platformave paralelisht. Pranim profile vetjake në Instagram, TikTok, Snapchat. Ajo ka vënë re një gjë që Facebooku nuk është i pranishëm në këtë gjeneratë. Përdoreshe më shumë WhatsApp-in? WhatsApp-i, sepse WhatsApp-in e përdorin edhe për të zgjidhur detyrat e shkollës, përveç komunikimit me njëri tjetrin, por edhe për të zgjidhur detyrat e shkollës. Ajo që ka vënë re Teuta prap është që zhvendosja e komunikimit nga gjuha drejt vizualitetit. Komunikimi virtual me to? Do më thënë, me anë të këtyre, me anë të fytyre, me anë të emozheve. Pra, duke futur është problem për gjuhën, pra është një varfërim i gjuhës shqipe apo një pasurim i mënyrës së të shprehur? Si ta marrim këtë gjetje? Jo. Tash ne do ta pranojmë, edhe para do ta pranojmë kodin e tyre. Ata kanë krijuar një kod me cilin ata merren vesh. Dhe çdo kod, sepse gjuha është një sistem shenjash dhe është një kod. Nëse krijohet një kod i ri, ne në fillim duhet ta pranojmë atë. Por detyra jonë është që duke e pranuar këtë kod, duhet i nxisim ata që të mos harrojnë gjuhën shqipe. Sepse më futen në lëndën time. Kur flisnim për shenjat, më kujtohet një debat që bëheshe. Semiologjia studion jetën e shenjave në gjithë të shoqërisë, thuhet kështu. Dhe semiologjia dhe përfshin edhe gjuhën brenda. Dhe semiologjia duket nga kjo pikpamje që është një disiplinë më e gjerë se sa gjuha shqipe, sepse përfshin ato, përfshin shenjat, përfshin edhe gjuhën shqipe. Por Barth thoshte, është vërtet kështu, por mos harrojmë një gjë, që të gjitha shenjat e tjera shpjegojnë përmes gjuhës. Pra nuk mund të themi që gjuha shqipe, që semiologjia apo semiotika është më e gjerë se sa gjuha, sepse të gjitha shenjat e tjera përveç gjuhës shpjegohen edhe me gjuhën. Prandaj është e domosdoshme që ne të, si të thuash, ta pranojmë të kod të tyren, por të kujtojmë fëmijëve tanë ose të rinjve tanë që është edhe gjuha shqipe, sepse në qoftë se ata do të harrojnë gjuhën shqipe dhe kodi i tyre do të varfërohet, do të thahet. E vërtet. Sepse nuk kanë se me këta identifikojnë. Deri tani ata përdorin një ndërthurje bilinguale anglishte dhe shqipe, përveç kodeve dhe është si një lloj fjalori. Domethënë, nëse unë përdor një emoj në shqip shënon këtë, në anglisht shënon këtë, pra është një lloj fjalori. Por nëse ti fjalorit i heq njërin anë, atëherë dhe bie edhe ana tjetër, më kupton, varfërohet edhe ana tjetër nëse ti harron gjuhën. Pra, po flasim që ta pranojmë. Tjetër gjë ishte qëndrimi në internet për orë të tëra. Për orë të tëra, pastaj ligjërimi digjital që nuk është thjesht informues, por edhe ndërtuesi i identitetit. Të rinjt, domethënë fëmijët tanë e kanë ndërtuar identitetin përmes çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ata nuk mund ta kuptojnë dot shprehjen e tyre, të performancës së tyre, domethënë performanca e tyre. Pra, në qoftë se marrim Mikin, që është drejtues e emisionit Rreze Dielli. Atëherë performanca jote është që ti u shfaqesh të tjerëve
si drejtuese e këtij emisioni, si gazetare dhe si drejtuese e këtij emisioni. Kurse gjenerata Z, performanca e tyre, ose identiteti tyre, është pikërisht si shfaqen si një figurë brenda këtij sistemi, më kupton? Dhe jashtë këtij sistemi ti nuk i gjen dot, jashtë këtij sistemi. Më kupton, jashtë këtij kodi, ata nuk na shfaqen asgjë kundi, prandaj themi që kjo u ndërton edhe identiteti, u jep edhe karakteristikat e tyre. Për shembull të përgjigjurit shpejt, të përgjigjurit me ironi, dhe ajo që kemi vënë re dhe që unë doja ta theksoja, që ndoshta mund të jetë pjesë edhe e studimeve të mëtejshme, do të ishte që të shikonim edhe përmbajtjen e këtij brezi, që është shumë e rëndësishme, se ky brez, përveç anës formale, pra ne kemi studiuar se si e përdorin internetin dhe si përdorin gjuhën shqipe. Komunikimi, por një anë tjetër është edhe kjo, se ky brez, çfarë vendi zë në shoqëri, çfarë vendi kemi lënë ne këtij brezi? Dhe nga vëzhgimet e mia, por edhe të qendrës që ne kemi kryer, vërejmë se ky brez është i përjashtuar nga jeta politike, nga jeta sociale. Domethënë ky brez nuk e ndjen veten pjesë e jetës që ndodh në Shqipëri. Po pjesë të një bote tjetër, siç është ajo realiteti digitale. Tjetër, për shembull, ata nuk janë pjesë e jetës politike, nuk i intereson se kush i fiton zgjedhjet dhe kush i humbet zgjedhjet. Ata nuk janë pjesë e zhvillimeve ekonomike, nuk i intereson a do rriten pensionet apo s'do rriten pensionet. Ata nuk janë pjesë e jetës, kështu të themi, e jetës ideologjike, sociale. Në këtë kontekst po bëni një paralelizëm me brezat, pra me këtë moshë në një periudhë tjetër kohore, që kanë qenë më të përfshirë në jetën sociale politike. Kanë qenë më të përfshirë dhe pastaj mos harrojmë një gjë, që në qoftë se Shqipëria ka një histori të rinjve, është historia e studentëve të dhjetorit, të cilit u angazhuan në manifestime të mëdha politike. Tash duhet kemi parasysh. Sepse atëherë nuk ishte internet, kështu që është interneti epiqendra e gjithçkaje. Ti preke një gjë që e thotë edhe Yuval Noah Harari në librin e tij Nexus, ku flet për rrjetet e informacionit dhe ndikimin e tyre në zhvillimin shoqëror. Luan një rol shumë të madh, po roli i informacionit dhe internetit është i tillë që ai nxit të rinjt apo nxit përdoruesit e tyre për të, si të thuash, për të sensibilizuar edhe për aksione sociale. Për shembull, në Myanmar, në genocidin e tmerrshëm që ndodhi atje, rolin kryesor e luajti Facebooku. Po, sepse aty u përhap. Aty u përhap një fake news, sipas të cilit grupi i këtyre muslimanëve, që është 6% e popullatës, po kryenin masakra ndaj budistëve, që ishte një fake news, dhe u përhap përmes Facebookut. Algoritmi çfarë bëri? E mori këtë fake news, e përhapi, dhe pastaj një budist tjetër hodhi edhe ai një lajm, ai që hodhi këtë, se harroj emrin tash, ai që hodhi lajmin e gënjeshtër, që tash jemi në rrezik, kjo bëri që gjithë popullsia të mobilizohej dhe të fillonte ajo masakra që është më e madhe. Pra, e kam fjalën këtu. Nuk bëhet fjalë të jetë kaq shumë. Kurse gjenerata Z e jona, shumë indiferent. Për fat të keq, nuk i përdor platformat sociale për t'u identifikuar si pjesë e një shoqërie, si pjesë e një grupi dhe për t'u angazhuar në problemet sociale. Sepse këto platforma siç është Facebook apo Instagram, ata nuk janë, le themi, më shumë të qastur se sa WhatsAppi, sepse kanë komunikimin virtual, pjesë të përditshmërisë të tyre tek i cili qëndronin 8 orë. Është një minutazh shumë i gjatë. Kjo tregon, ky është problem shumë i madh që duhet marrë në konsiderat dhe që duhet marrë në vështrim nga institucionet shqiptare. Problemi i madh është ky që çfarë duhet bëj shkolla dhe çfarë duhet bëj opinioni publik në mënyrë që ta nxjisë këtë gjenerat që ta përdor internetin apo jo, për të, si të thuash, për të afirmuar personalitetin e saj në shoqëri dhe për të marrë përgjegjësi më shumë edhe për veten e saj. Sepse si mund të shfrytëzohet pikërisht ky studim, kjo broshurë, sepse është e pari këtij lloji që këtë dritë mbi këtë gjenerat nga institucionet publike, nga mediat, nga shkollat. Unë do të kërkoja që... Por lidhur më mirë me këtë brez, sepse nuk po e njohim më këtë brez. Unë do të kërkoja, ose do të kisha dëshirë që Ministria e Arsimit të gjente mundësinë që ta, si të thuash, ta shikonte dhe ta përhapte më shumë, ta zgjeronte më shumë, të mblidhte edhe kështu specialistët tjerë për ta zgjeruar këtë veprimtari. Sepse ne kemi një problem tjetër që diskutuam edhe bashkë përpara se të fillonte emisioni, që është ky. Sot inteligjencia artificiale është e ardhmja, ose është ajo që do na ndihmoj, po dhe do na rrezikoj shumë. E vërtet. Inteligjencia artificiale operon me të dhënat
e marra nga ne. Apo jo, të hedhura në internet. Dhe pastaj një algoritmi përpunon ato. Po të dhënat e marra nga ne, të dhënat janë hedhur në shtypin, në shtyp nga shtypi, të marra nga shtypi nga bibliotekat, nga çdo gjë, ato që hedhim ne që postojmë vetë në gjithë ditën, ai e ka këtë të dhënë. Dhe pastaj krijohet një agent, që nuk është njeri, po një agent virtual, i cili mund të na zëvendësojë ne nesër dhe mund të krijojë probleme, mund të jap, për shembull siç thot prap ky tek Nexus Yuval Noah Harari, që tani ka filluar të zgjidh probleme që ne nuk i zgjidhim dot. Supozojmë ti je përpara kompjuterit, një bankier ose në Wall Street është përpara kompjuterit dhe i kërkon një pyetje, i kërkon jo të zgjidh për bursën apo për të dhënat. Ai ta jep përgjigjen më një herë, atë gjë që nuk e bën njeriu, po do vi një kohë që ai nuk do të ketë nevojë fare. Deri tani jemi tek lidhja njeri kompjuter. Nuk kemi arritur akoma tek lidhja kompjuter-kompjuter që të përjashtohet njeriu. Pra duhet të jetë njeriu në mes. Në mes që të e kuptojë. Dhe kjo është element që duhet të vënë. Por rreziku është që mund të vijë një ditë që ata nuk do kenë nevojë fare dhe mund të marrin përgjegjësi edhe vetë, pra ky agenti virtual mund të marrë përgjegjësi. Tash, çfarë dua të them me këtë? Gjuha që përdoret aty e gjitha është anglishtja apo jo? Po. Gjuha shqipe, çfarë do të bëjmë? Do ta zhdukim shqipen, se ne po kalojmë në ca faza kështu halucinante. Nga njëra anë themi që jemi vendi më i vjetër në botë, gjuha shqipe më e vjetra në botë, po ku e kemi këtë gjuhën shqipe sot? Dhe ku do ta kemi këtë nesër? Sepse nesër në këtë vitrinën e madhe, në këtë identitet të ri që po krijon të madhe, ku do jetë gjuha shqipe nesër? Ku do jetë gjuha shqipe? Pra nëse ne nuk do jetë rrezikuar padyshim dhe është rrezikuar aktualisht. Nëse ne nuk e perfeksionojmë botimet në gjuhën shqipe, gjithçka që shkruhet në gjuhën shqipe, dhe nëse nuk krijojmë identitetet e këtyre të rinjve, që sot identiteti i tyre është përmes internetit dhe përmes qasja në internet është në anglisht, në shkollat që mbizotërojnë dhe ky brez studion kanë gjuhën angleze të parën. Ky është problemi tjetër pastaj e dashur Niki, që problemi tjetër që kemi ne është ne flasim për reformën në arsim dhe harrojmë të themi një gjë që shkollat themelore, ato baziket, në Tiranë, ku është metropoli më i madh, por edhe në qytetet e tjera të mëdha, siç janë Durrësi, siç është Vlora, siç është Korça, nuk e di me sa përqind të them, por paktën jam i sigurt që 30% e tyre nuk janë në shqip. Fëmijët fillojnë të mësojnë në anglisht apo në gjermanisht apo në frëngjisht, nuk e di. Ku do ketë interesin për gjuhën shqipe? Si mund të formohet ky i ri nesër si shqiptar? Sepse ai sa futet në shkollë, mëson anglisht, nuk mëson shqip. Pra, mësimi bëhet në anglisht dhe ne quajmë këtë arritje të madhe. Ky është krim, nuk është arritje, është krim. Sepse fillimisht sepse gjuha krijon identitetin. Po. Fillimisht krijon identitetin gjuha shqipe. Të përparuar, por dhe ky fëmijë që rritet me këtë identitetin e anglishtes në kokë, si mund ta dojë këtë vend nesër? Për çfarë arsye do ta dojë? Ne gjithë atyre e përgatisim që ai nesër të jetë një qytetar i botës, një qytetar i Anglisë, po jo i Shqipërisë. Prandaj reforma, kur themi për reformë të thellë në arsim, mund ta nisim fare thjesht me një vëzhgim të thjeshtë si shky, dhe pastaj për të arritur në konkluzione të tjera. Po kjo kërkon përfshirjen e elitave të vërteta në vendimarrje. Dua të di sepse pash që përveç se një 60 pyetje dhe mira të rinj që janë intervistuar, doja të dija nëse ka një ndarje me mënyrën se si të rinjtë e fshatit e përdorin internetin në krahasim me të rinjtë e qytetit, se janë marrë të dyja për bazë në këtë studim apo jo? Kjo është shumë e drejtë kjo pyetje që bët ju. Përgjithsisht kjo diferencë nuk vi herë. Nuk është vënë re. Pse? Sepse është interneti është interneti ai që e dikton performancën dhe jo ata vetë. Pra nëse ti do përdorësh, do futesh në internet, është interneti vetë algoritmi që të detyron ty të modifikohesh. Ti vetë nuk ke se çfarë i bën. Se do t'i përshtatesh, pra është një kod që ti nëse pranon që në fillim fare duhet ta shuash identitetin tënd. Vetë ky brez intervistuar, a ndiheshe i bezdisur që po studioheshe? Jo, kishin dëshirë bile që të tregonin, kishin dëshirë që të shfaqeshin, bile na befasoi një takim në gjimnazin. Nga që janë pak më të trequr, më të izoluar, më indiferent. Në gjimnazin Ismail Qemali, se kjo është pra fatkeqësi ne njohim shumë pak, nuk merremi me të rinj tanë. Ndaj e përmenda Ilir sepse ky studim duhet t'ju qaset institucioneve, shkollave, mediave patjetër për t'u përhapur që ta njohim më mirë dhe të jemi më afër me këtë brez. Tek gjimnazi Ismail Qemali kur vajtëm ata ne kishim lajmëruar Teuta që e organizonte takimin atje, kur vetëm ata kishin përgatitur një video, vetë të rinj, kishin përgatitur një video se si e shikonin ata gjeneratën Z, ishte një video shumë e bukur, shumë interesante. Shpresoj të mos e kenë realizuar me anë të ChatGPT-s. Jo, e kishin realizuar vetë, Jo, se ta jep të mundësi. Jo, ata kishin realizuar vetë,
të rinjt, me ka kishin marrë vesh realizuar vetë, i kishte tërhequr kjo. Fytësori. Kjo, domethënë pyetësore, dhe i kishte tërhequr kjo nismë dhe video ishte shumë interesante për të parë se si e shikonin ata veten e tyre në këtë aferë, të themi kështu, pra të generatat, domethënë ata dhe interneti dhe si shikon dhe çfarë dhe kishin luajtur edhe me pyetjet. Ishin përpjekur të tregonin një identitet të ndryshëm, pak edhe më të angazhuar, por gjithsesi brenda aty kuadrit. Në rëndësishme sigurisht edhe pak familja për të hyrë në pjesë, për ta njohur më afër fëmijën e këtij brezi që i quhet dhe i përket gjeneratës Z, sepse pikërisht kjo largësia pastaj do sjellë dhe probleme të tjera, por a është dhe kjo një thirrje për ta përmbyllur tani për të filluar një traditë të re studimore për brezat, sepse nuk e kemi. Ky është studimi i parë për brezin. Për brezin e gjeneratës Z. Do më thënë, brezi im quhet brezi boomer, kështu i quhen në... Po, por nuk ka një studim të mirëfillt, për shembull. Nuk ka një studim për t'i parë brezat në Shqipëri sipas shfaqjes ose identitetit që ata kanë në lidhje me kulturën dhe me internetin, ku shfaqen, si mendojmë. Pse? Sepse duhet kesh parasysh një gjë, e dashur Niki, që identiteti ynë shfaqet kur ne performojmë, kur ne luajmë një rol në shoqëri. Të gjithë luajmë një rol. Dhe cili është ai mjet që përdorim apo që na dikton ne më shumë. Për shembull, një gjë që ne mund të studiojmë është pse brezin për shembull janë agresiv, janë konfliktuos, nga ju vjen kjo, dhe pse, dhe çfarë ju ka bërë interneti, se po të vësh re interneti që është i përmbytur me sharje, me ofendime etj. Cilat kategori e përdorin më shumë këtë? Ka shumë studime, domethënë ka shumë mundësi dhe ka shumë hapësira për të bërë studime dhe për të përcaktuar dhe për të bërë diagnozën kësaj shoqërie, sepse pikërisht, duke studiuar nëse jemi në fund doja ta mbyllja me një thënien e ka pasur të ftuar në ADN një mikun tim që është një studiues shumë i mirë nga Mitrovica, Bujar Meholli, ai ka bërë një studim për pavionin 6 të Çehovit dhe gjen pavionin 6 e gjen shumë aktuale edhe sot dhe thotë që nganjëherë çmenduria mund të përdoret edhe si kur për të shëruar të tjerët. Shumë e bukur dhe e thellë, si shpreh. Kështu që ne mund ta përdorim këtë çmendurinë që bërehet në internet si kur, si mjekim për të shëruar gjeneratat e tjera. Dhe për të mos i infektuar ata. Faleminderit shumë. Përgëzime të gjithë ekipit që ka realizuar këtë studim të parë që thash. Toskës dhe të tjerëve që kanë punuar me. Faleminderit shumë për prezencën tuaj në studio, ndërkohë shkëputemi për publicitet, ritakojmë pas pak. Një nga zhvillimet më të rëndësishme infrastrukturore që pritet të ndikojnë ndjeshëm në jetën e qytetarëve është pikërisht edhe rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës me degëzimin në Rinas. Çfarë duhet të dimë ne qytetarët, po ashtu edhe nxënësit në shkolla, po ashtu edhe bizneset, cilat janë të reja tek kësaj linje hekurudhore kur pritet të përfundojë, çfarë rregullash të reja do të na duhet të mësojmë dhe të zbatojmë, sidomos me fëmijët e shkollave. Padyshim, sa do të ndikojë kjo linjë hekurudhore në zhvillimin e biznesit, të informuar apo jo. Ka nisur një nismë ndërgjegjësuese dhe informuese, një lloj fushate, treni po vjen, të cilën padyshim që do ta promovojmë edhe në media, por duhet ka dhe kohë mjaftueshëm derisa të jetë ekzistuese dhe të finalizohet gjithë ky projekt. Jam në studio me ekspertën e shoqërisë civile Miriam Reçi për të na folur dhe për të informuar publikun se çfarë po ndodh me linjën hekurudhore. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Ju e nisë duke thënë që treni po vjen është fushat dhe në fakt kjo është një gjetje për nga emrimi, sepse i referohet një krahasueshmëri midis periudhës kur brezat e kishin trenin në Shqipëri dhe tani që nuk e njohin fare. Jo më kot është gjetur kjo emër, sepse është një investim i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankës Europiane në këtë rast do të mund të shoqërojë me një fushat ndërgjegjësimi e cila do të përfshinte palët e interesuara, që do të thotë edhe publiku në tërësi edhe institucionet. Dhe është menduar që në këtë fushat ndërgjegjësimi një kompani e cila është kontraktuar të bashkëpunojë me dy organizata jo fitimprurëse, tek e cila njëra do jetë përgjegjëse për sensibilizimin dhe informimin e bizneseve që janë përgjatë linjës hekurudhore që tani të tregojmë pak për linjën ku fillon dhe ku mbaron? Sakt, linja hekurudhore fillon në Durrës me drejtim drejt Tiranës dhe kanë edhe degëzimin tjetër në Rinas. Pra Durrës-Tiranë linja hekurudhore ekzistuese do të ketë rehabilitim
ndërsa do të ketë një segment të ri, domje Rinas 4.7 km, që do të jetë tërësisht i ri, me stacionin përkatës në Universitetin e Poka, që do jetë stacion i ri. Po, është stacion i ri. Stacionet e tjera janë që kanë qenë dikur do të ekzistojnë, pra se njerëzit janë mësuar brezi prindërve tanë që kanë përdorur trenin apo një moshë tjetër, grup moshë tjetër që ka arritur dhe ka, le themi, përdorur treni si linje kurudhore për të shkuar në Durrës, i njohin stacionet, nëse mund t'i përmendim përsëri informim për publikun. Mund t'i përmendim stacionet, pra stacioni i parë i Durrësit do të jetë aty ku ekziston ende, në Shkozet, në Sukth, në Vorë, në Universitetin e Poka që do të jetë lidhja me midis Domjes dhe Rinasit, terminali në Rinasi, stacioni Kashar dhe stacioni i trenit në Tiranë. Në Tiranë ku do të nisen udhëtarët? Në Tiranë ishte menduar që të niseshin në terminalin e transportit publik të udhëtarëve që është i tanishmi. Mirë po, zhvillimet e reja të kësaj hekurudhe mendohet që do të ketë një terminal tjetër udhëtarësh, i cili nuk do të jetë ke treni ekzistuesi dikurshëm, por do të jetë në një vend ndodhje e cila akseson qytetarët që mrrin në Tiranë që të kenë më afër qendrën e qytetit. Pra ka ndryshuar dhe kjo stacioni tjetër. Kemi ende shumë muaj kohë përpara se të finalizohet, me sa di unë duheshe të përfundoheshe në prill të 2025-ës, por dje që punët publike, të cilat janë investime madhore dhe përfshin shumë palë, kanë edhe vonesa dhe kjo është arsyeja e cila punët janë duke ende në zhvillim, pra janë ende në rekonstruksion dhe në ndërtim në pjesës së re, kjo hekurudh me këto tre segmente. Gjithsesi, paralelisht po punohet me një fusha ndërgjegjësuese informuese për shkollat. Po, para se të kaloj te shkolla, duhet të flas pak për panoramën e gjerë, jo vetëm për shkollat. Kjo do të thotë që organizatat e shoqërisë civile që kanë marrë përsipër të bëjnë këtë ndërgjegjësim dhe informim, janë në bashkëveprim edhe me institucionet për të punuar në dy momente paralele. Para është e rëndësishme të ndërgjegjësohet pjesa e bizneseve, të cilat janë përgjatë linjës hekurudhore, në raport me rëndësinë e linjës së re hekurudhore dhe përdorimit saj në mënyrë të sigurt, dhe për këtë arsye kolegët tanë, bashkëpunëtorët tanë kanë realizuar informim dhe ndërgjegjësim me 1000 biznese, plus 2700 punonjës, të cilët kanë parë nga pikpamja konkrete si do ta përdorin ato ose ç'ë përfitime direkte do të kenë. Nga ana tjetër është drejtoria e hekurudhës e cila me anë të organeve ligjzbatuese dhe administrimit që bën në raport me hekurudhën, ka bërë të mundur vendosjen e sinjalistikave teksa punimet po zhvillohen për të informuar përdoruesit e kësaj linje, veçanërisht edhe linjës hekurudhore që mund të ndërthuret me linjën e rrugore për punimet që po ndodhin në këtë aks. Por jo vetëm kjo, edhe në pikat e karburantit, që janë biznese më vete, që janë afërsitë e hekurudhës Tiranë Durrës Rinas, janë vendosur fletpalosje, broshura, të cilat do t'u jepen shoferëve për t'i para lajmëruar ose para informuar, le të themi, për këtë investim madhor që është duke u kryer. Sa i takon informimit në shkolla, është parë si një komponent i rëndësishëm edhe informimi i publikut në kuptimin edhe publik direkt edhe publik i tërthort. Për grup moshat e lindur 20 vitet e fundit. Veçanërisht për nxënësit. Sigurisht ne nuk kemi shkuar direkt te nxënësit, ne kemi bërë një fushat sensibilizimi dhe informimi me anë të broshurave shumë informuese, me shumë detaje, lidhur me 110 shkolla. Në dy qarqe të mëdha, që është Tirana dhe Durrësi, përkatësisht në Tiranë si bashki, në Kamës dhe në Vorë, sepse këto janë zonat që janë afërsi të linjës hekurudhore, ndërsa në Durrës kemi punuar me shkolla të Durrësit, të Shijakut dhe të Krujës, sepse lidhin Durrësin me Rinasin. Në këtë pikpamje kemi piketuar me një hartëzim shkollat që janë 3 kilometra në të majtë dhe në të djathtë të linjës hekurudhore, dhe janë shkolla 9 vjeçare dhe të mesme, tek të cilat kemi zhvilluar seanca informimi. Pse ka qenë e rëndësishme të bëhet kjo? Pra, çfarë është thënë? Sepse mësuesit kanë njohuri, informacion, por edhe japin informacion për sigurinë në rrugë, në anë të lëndëve shoqërore të nxënësit e tyre, por këto janë informacione themi teorike, sepse praktikisht këta nxënës mund të kenë pasur eksperiencat përdorimit të trenit në vende të huaja, po jo në Shqipëri. Pra i është dhënë rëndësi. Ka më shumë vështirësi, qoftë edhe në sinjalistikën, që është diçka e re, por që duhet patjetër që të duhet parathënë, duhet informuar, duhet mësuar. Në këtë pikpamje do duhet dhënë koncepti bazë që treni është një mjet i sigurt udhëtimi kur përdoret në mënyrë të sigurt. Sigurisht është një hekurudhë e cila lidh dy qytete të mëdha dhe ndërvepron nga pikpamja
e njerëzve, e mjeteve, e mallrave, por nga ana tjetër duhet përdorur nga njerëzit në mënyrë të sigurt dhe çdo evitimi i sigurisë në trenat të shkakton incidente apo lëndime, sikurse edhe në botë ka pasur raste të cilët njerëzit çdo ditë lëndohen nga injorimi i rregullave të qarkullimit në transportin hekurudhor. Padyshim që është një mjet transporti i sigurt, por gjithmonë kur siguria është në plan të parë. Si do të ndikonte rikthimi i trenit në këtë mes dy qyteteve për sa i takon uljes së ndotjes, kostos të transportit, apo pse jo edhe të trafikut urban? Kjo është një pyetje interesante dhe është e përfshirë në informacionet që ne japim për të gjitha palët, edhe për bizneset, edhe për shkollat, edhe për publikun në tërësi. Kur krahasojmë transportin rrugor me transportin me tren, ka një përfitim avantazhe tepër të ndjeshme, para sepse transporti hekurudhor ka dy fokuse të mëdha, sjell zhvillim ekonomik dhe mbron mjedisin. Sjell zhvillim ekonomik sepse shkëmben, komunikon jo vetëm individët dhe mallrat, por sjell edhe zhvillim ekonomik. Të mos harrojmë që në stacionet e trenit do të ketë pika tregtare të cilat njerëzit do të vetë punësohen, apo do të përfshihen në këtë hekurudhë të re menaxhimin dhe administrimin e saj. Nga kjo pikpamje sjell zhvillim. Nga ana tjetër mbron mjedisin, sepse me llogaritje dihet që 75% më pak ndotje derdhet në atmosferë nga treni se sa nga përdorimi i automjeteve. Në këtë mënyrë kemi një mjedis më të pastër, më pak stres, më pak trafik dhe një cilësi jete më të lartë për çdo qytetar. Kjo është një krahasueshmëri. Sa i takon kostove, përfitimi është edhe nga ana e kostove. Do të thotë, nëse një qytetar llogarit të udhtojë nga Tirana në Durrës ose Durrës Tiranë me automjetin e vet, ka një kosto të lartë për ato 34 kilometra rrugë midis Tiranës dhe Durrësit. Ndërsa në rastin e trenit do të kushtojë, sipas përllogaritjeve që ka shumë komponentë që hynë në përllogaritje, në vlerën 200 lekë të reja njëra rrugë. Kjo do të thotë që është e krahasueshme me transportin urban, ku ne kemi parë që në transportin urban vlera e biletës vjen gjithmonë në rritje për shkak të rritjes së çmimit të karburantit. Patjetër. Ndërsa në rastin e trenit me të fiksuar një herë çmimi i biletës nuk ka rritje të mëtejshme. Sepse pavarësisht rritjes së karburantit, vlerës karburantit, kjo është një vlerë e çmimit biletës që kompensohet edhe nga shteti. Në këtë moment nuk ka më rritje të çmimit të biletës për qytetarët, prandaj është kategori që përfitojnë ulje në udhëtimin me tren? Pa diskutim, mund të vendoset edhe sistemi abones, ato janë pasaj elementë të menaxhimit, pra do të vinë rrugës në kuptimin edhe sa do të jetë i përdorshëm. Sepse nga studimet paraprake shihet që janë rreth 31% e qytetarëve që do t'i përdorin, mes tyre 47% janë familje me fëmijë, 24% çifte. Keni arritur të krijoni dhe statistika dhe pyetësor se sa do ta përdorin familjet shqiptare linjën hekurudhore. Megjithatë kjo është për gjysma e popullsisë po thua, gjysma e qyteteve. Më pak e përdorin çiftet, 47% janë familjet me fëmijë, pra këto janë statistikat para. Megjithatë, po të gjykosh që kemi në Durrës persona që punojnë në Tiranë çdo ditë janë 5.000 deri në 6.000 vet. Të shtosh tu disa mijëra vet që janë student që studiojnë në Tiranë. Por edhe anasjelltas, mund të ketë student nga Tirana që studiojnë në Universitetin e Durrësit, apo banor të Tiranës që punojnë në Durrës. Do vinë më shpejt, kosto është më ullët, trafiku jo e jo. Që do të përdorin trenin çdo ditë. Në këtë pikpamje treni ka dhe avantazhe të tjera, sepse nuk krijon vonesa. Në raport kur ti nisesh për në Durrës, nuk e llogarit dot kur mbërrin, sepse trafiku të bën ty të pamundur llogaritjen e orës së saktë kur ti mbërrin në Durrës. Ndërsa kur nisesh me tren, tabelat e trenit përveçse janë të afishuara dhe ti e din saktësisht kur niset, e din edhe saktësisht se sa mbërrin, sepse treni në linjën e vet nuk e ndan linjën e vet me përdorues të tjerë të rrugës. Është totalisht mbi trase, mbi shina dhe nuk krijon trafik. Pra nuk flasim për trafik trenash, flasim për trafik automjetesh që të krijojnë vonesa. Rikthimi i epokës, mezi pritet i epokës së trenit, është dhe kënaqësi udhëtosh me krem. Është e vërtetë. Përveç se të është e vërtetë. Kushton më pak. Është një kohë që mund ta përdorësh, Niki, sepse kur je në automjetin tënd në timon, mund të lexosh në tren, në makinë, nuk e përdor dot për asgjë tjetër, sepse je i fokusuar, i stresuar në drejtimin e sigurt të automjetit. Ndërsa si pasagjer ti ke shumë përfitime sepse përdor për punë. Supozojmë në celular një blok shënimesh ose merresh me një lexim të leksioneve. Mund ta përdorësh për argëtim, ti dëgjon muzikë, sheh film, lexon një libër, mund ta përdorësh për shoqërizim.
jemi një bashkëpunëtarin tënd, je duke folur me të, ose një dikë të ri në trend dhe shkëmben ide, mesazhe me të. Pra, ose je vetëm, je duke parë peizazhin jashtë dritares. Pra, në këtë pikpamje ke një qetësi mendore dhe një ulje stresi shumë herë më të madhe se sa kur je në trafik në timon, ajo që quhet në psikologji furia e rrugës, që i bën çdo njeri të dalë nga vetja dhe të krijojë stres. Qartë. Si është pritur qasja juaj informuese nga bizneset, nga komuniteti përreth? Si kanë pritur? Nga bizneset dhe nga komuniteti përreth është pritur përgjithsisht mirë, nuk është se të gjithë bizneset... Dhe dyshime janë skeptik? Dyshimet dhe pikpyetjet ka pasur në raport me individ të cilët e kanë parë nga hapësira private, sa do më duhet mua specifikisht këtë tren. Dhe shpesher kanë kërkuar edhe stacione më të shpeshta, gjë që s'është e mundur, sepse treni ka një farë shpejtësie, midis 80 dhe 100 km/h që duhet të marrë shpejtësinë dhe të ndaloj. Në këtë pikpamje nuk është e mundur të realizojnë më shumë stacione se sa që përmendë këtu dhe janë të parashikuara. Por nga ana tjetër kanë përmendur dhe si një fakt interesant për të aksesuar tregun e punëtorëve, sepse punojësit shpesher mund të mos shkojnë dot të punojnë në bizneset e aksit Tiranë-Durrës, sepse nuk kanë mjetet e tyre, ose stacioni autobusit është larg, nuk mund të ndalojnë në mes autostradës. Do të prandaj është kërkuar një stacion më tepër për trenin. Janë të tillë që në afërsi ata krijojnë punëtor mjaftueshëm. Por një pikë interesante ka dalë edhe nga shkollat, sepse mësuesit e kanë parë me interes për ta dëgjuar dhe për ta përcjell tek nxënësit. Mos harrojmë që në 110 shkolla janë mbi 1500 mësues që i kanë ndjekur këto seanca informimi, të cilëve ju është dhënë edhe një manual i mirë strukturuar, edhe me lojra dhe me teste, e përshtatur për nxënës shkollave të mesme dhe shkollave 9 vjeçare, në mënyrë që të mësohet tek nxënësit, në mënyrë praktike, përdorimi i trenit, sa e rëndësishme është ta përdorësh në mënyrë sigurt, por edhe me informacion të diferencuar. Ndryshe i shpjegohet rregulloria e sigurisë së trenit një nxënësit shkollës mesme dhe ndryshe një nxënësit të shkollës 9 vjeçare. Aty janë futur edhe elemente informative shumë interesante, për shembull që nxisin interesin e nxënësit të shkollës 9 vjeçare, po themi që një mundësia e trenit për të frenuar është 1.5 kilometra, e barabartë me distancën e 15 fushave futbolli. Për t'i dhënë imazhin që ti kur e shet trenin mund duket larg, por ai është shumë afër dhe nuk mund të frenojë kur ti je në rrezik, sepse do t'i duhet 1.5 kilometra derisa të afrohet. Të njohim fillimisht rreziqet e zakonshme dhe të mundshme që t'i shmangim pas kur ti kjo të bëhet ose nëse një tren të godet, një automjet, është fuqia fizike aq e madhe sa çdo ishte kur një automjet godet një kanaçe pijesh, të themi. Pra kjo krahasueshmëri për të ardhur në imazhin e nxënësit, se sa e rëndësishme është siguria dhe sa e rrezikshme bëhet kur ti nuk e respekton elementet e sigurisë. Nga teoria në praktik ka dhe ende kohë për të ndërmarrë vazhduar fushatën në mënyrë që kur ai të jetë gati dhe ne të gjithë si udhëtarët jemi gati për të hipur dhe për të përfituar nga linja e kurrëdhore, e rehabilituar dhe njerë stacionet Tiranë-Durrës me degëzimin e ri në Rinas, stacioni në Tiranë do të jetë, megjithatë do kemi kohë përsëri për ta diskutuar, jo ku ka qenë një stacioni i vjetër, por në afërsi të tij. Në ndryshim nga modeli fillestar që ishte menduar në terminalin e sotëm, do të ketë në atë zonë të ndërmjetme një stacion të ri treni. Falenderoj, Miriam. Faleminderit. Për këshillat dhe informacionet që ndam sot me publikun. Faleminderit, Niki. Falenderoj dhe njerë, ndërkohë do të përshëndetemi së bashku, ju falenderoj dhe juve që na keni ndjekur në transmetimin e sotëm. Kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.